Po flasim sonte, komentojmë pak dhunën kafshërore të policisë ndaj protestuesve mbrëm. Se thash se po del sot në deklarat nga spitali që janë kaq policë të dhunuar e kështu, po nuk pati dhe kështu që se s'ka si të ketë deklarat kur s'ka policë të dhunuar. Besoj gjithë i kanë pa transmetimet live në media, në rrjetet sociale, sidomos në rrjetet sociale, se ndoshta kamerat e mediave dhe janë orientu pak. Mbrëm ka qenë një dhunë pa shembull policore ndaj protestuesve. Është e çuditshme, nuk e di pse ka bëj, pse e bëri ashtu, pse reagoi ashtu. A ndoshta nga që ishte Rama vet këtu dhe i dolën jashtë kontrollit këta të sherrat që ka lënë këtu, se ka qenë me Sorosin, mbrëm ka qenë në Barcelonë. Po sigurisht, ju nuk e dini që ka qenë me Sorosin, se s'tregon ai se ka frikë Trumpin. I shkon nga 7 prej Trumpit, po sigurisht që nuk i shkitet shpirti nga tutori, se tutor atë ka ai Sorosin. Filloi protesta i qetë, jo nga ato protestat që do kishim qef gjithë, ose që më keni dëgju për herë që kam thënë unë që si kam unë qef protestat, megjithatë ishte protestë e qetë, paqësore, me fjalime, nuk u dukte e dhunshme. Sa mbaroi fjalën Berisha, fishek zjarret ato, si që gjuajmë për herë, se kuptoj pse gjuajmë fishek zjarre një herë, as kanë gjë tjetër për të gjuajt. Ju tur policia, tu shajte, tu pshtysi rrugaç, atyre çunave të rije, kë kapte aty, i coptoj me shkelma, me grushta, me shkopa gome, pranë kot, e sajoj sherrin aty ku s'ishte. Zakonisht, në protesta, lejohen këto, çdo qeveri i lejon të hedhin e këtyre flakatanëve, kërcaskave u them unë fakt, ato s'janë asë shufare, kërcaska, lejohen sepse shprehin zemërimin ato njerëzit që janë mbledh. Ata mbrëm çka kishin bërë, e kishte studiu policia mirë, se ja ka tregu Carlo me Meron aty ku rrin ato pankartat, janë njerëzit që kanë molotovët edhe ju turrën atyre turmave, në një farë mënyre ja dekonspiruan, po themi, protestën opozitës, edhe këta shkojnë gjithmonë me të njëjtën metodë. Nuk ndrojnë metodë, thënë një lloj me të njëjtën metodë edhe shkojë u mori ato çantat me molatove, çka kanë pas ata. Po derisa shkove, ja more, po themi, ato lëndët, çpati që i rrafe. Pra nuk ishte kjo thelbi i gjës, ata s'kishin frikë nga molotovët, s'kishin frikë nga fishek zjarre, se nuk ose shkaktojnë ndonjë dëm. Pra për një fishek zjarr, që shuhet për 30 sekonda, vjen policia edhe të hedh gaz lotësjellës që do 3 orë të ikë nga qyteti. Vjen policia rreth pleq, rreth të rinj, rreth shajnë policës si rrugaç, ka plot video në rrjetet sociale që shajnë policët me gjuhë ordinere. Pra ata nuk janë policë, ata janë rrugeçër të veshur me uniformë policie. Edhe bëf sharop, i thonë qytetarit, është tmerr. Ato veti pat ato pamjet pastaj të këtyre që i dhunun Luciano Poçin e këtë Aulon Kalan e këto, po nejse, këta e marrin të mirë qenë se këta janë njerëz partijak, edhe në thonjza e kanë hak t'ju turrën një herë policia, po nuk është thelbi aty, domethënë jo ta çosh tjetër edhe deshe vrana ta uloni. Si shkoj ja lëshon atë në fytyrë, e sakaton robin me ç'a ishte ajo, me spray ariu. Kush është ari prej atyre që i derdh spray ariu? Kjo tregon që policia e rilindjes nga 2013 deri tani, të vetmen periudhë të vetën të mirë, ka pas ato 2-3 vitet e para, ja pati gjeta i
Sajmir Tahiri qote i vite gra këto policët e kështu edhe kalojnë këto gjëra, por duke degradu pushteti, duke u rrit korrupsioni, duke u rrit lufta e brendshme brenda llojit, sigurisht u degradu dhe policia, u egërsu dhe policia. Ka rënë ajo teza e Edi Ramës, policat bargdera, po ta shofësh, 80%, 70%, 80% e policave janë bargdera. Kanë vu bark, po ky barku i rilindjes nuk quhet bark për Edi Ramën, e nuk e shef më tani. Atëherë thoshe policat e Salut janë bargdera. Po sikur mos kishte ndërhy policia, po sikur mos kishte bë dhunë policia mbrëm, s'kishte asnjë nuk kishte nevojë fare as për do mbyllej ajo protesta biles do ja linte nder dhe opozitës në fakt. Do i thoshte ja shi çfarë proteste bën, e kujtun këtë. Pra thjesht mos i ngacmonte. Çka ka ky që nuk duron më? Nuk duron më të mblidhen njerëz të protestojnë, të kërkojnë drejtat e tyre, të zemrohen. Pra ky nuk të le as të zemrohesh më, as të mërzitesh më për vjedhjet që bën ky edhe pushteti i këtij. Pra nëse ti thu pse vjedh, ai të rref. Nëse thu pse rrit çmimet, ai të rref, të copton. Nëse thu du zgjedhje të lira, ai të rref, të copton. Pra kjo është një degradim. Unë e kam pas thënë edhe herë tjera, në fakt Edi Rama për të mbrojtur pushtetin, mbajeni mend këtë, se ai ka kriju një ide për veten e vet, propagandistike që ai s'të prek me dorë, kujtun këtë, në Edi Rama vret për të mbajtur pushtetin, po nuk i është rreziku akoma pushtetin ato kufi që ai të vras, ai të vret e bën sallat mes të vendit, vetëm për të mos lëshuar pushtetin. Këtë mbajeni mend se do e shohim, nëse do i shkojnë puna që ndokush do ja rrezikojnë pushtetin atij. Dhe skema më e turpshme, pastaj që kjo duk shiqare, le të hyj kush doj që se do proteste në shkundër opozitës, e kujtun gjitha më radhë, hyni, shihni videon e policëve që zbritën te spitali ushtarak, i kishin rast me mrena në një fugon të gjithë, edhe kur dolën atje se si kishin instruktu se s'patën kohë, se doshin ta bëjnë shpejt që jo e u lëndun policët atë propagandën, që e nisi ai Langaraqi, që është ministri i brendshëm, në një postim në Facebook, që i falenderonte pse policinë që rrafi qytetarë. Ata dili policët si gomer atje nga fugoni e hikin me vrap se siç duket kanë menu të shkretët që do shkojnë të rrafin e tjetër. Edhe hikin me vrap, ata si ishin të lënduar. Po doli femër atje, i grui, i thoshte vijeni dorën tuke hunda kështu, edhe hyn ke spitali ushtarak. Kjo ishte formë propagandistike, më e shëmtuar mbrëm nga gjithë ajo protest 3 orë sa zgjati. Pra një vijojnë me të njëjtat skema propagandistike. Rrafi njerëzit, coptoj njerëzit, atje i dërmojnë ndajak njerëzit, edhe në fund fare thonë na ka rraf protestuesët, ka rraf policët. Po pse përdor? U doq pallatet jetë mes Tiranës, vend që ajo, a e keni pasa shumë me hudhujin ajo makina që nxjerrin tan protestë. Ata të kishin çuar, te kishin fik zjarrin e pallatit. Se mirë, shkallët e zjarr fiksës si kanë 3 kaçe, këta 5 kaçe, 3 kaçe, nuk i kanë rinovu, po të kishin çuar të makinën e asaj. Ujë kishte sa dushet, fikjen mos digjeshin 70 shtëpia atje te pallati atje. Pra kjo ishte një protest që do mbyllej krejtësisht në mënyrë paqësore, po sikur mos të agravonte në dhunë nga policia. Nuk e dija e kanë pa këto ambasadat perëndimore që i bëjnë keu për rastet e tjera. Kur u hodhën ca flakadante Vila Enverit, dolën këto qelbësirat edhe dënojën dhunën e këto, si ka mundësi këto fliqësira nuk dalin edhe nuk shohin lajmet, ma shohin televizion të maskarej që vinë nga vendet e huaja këtu, japin mend, bëjnë si shkencëtar. Ai kanë pa mbrëm që policia i rrafi njerëzit, ishte një plak i moshuar, nuk e di, do të ishte mbi 70 vjeç, e kapën e tërhoqën zvarr, kështu e shajën në mënyrë kështu rrugaçërore. Nuk i shohin këto ambasadat të që t'ju thonë
dalin bëjnë deklarata kundër dhunës së policisë. Pse nuk dalin? Kemi dhe i fenomen tjetër, tani edhe për ta mbyllë këtë çështja e protestës. Tani opozita jo duhet hakmerret. S'u them duhet hakmerret, bëjnë si do i di vit punët e veta. Por metodën e protestës duhet ta ndryshojnë dhe një farë shpagimi për atë që ka ndodhur mbrëm duhet ta kërkojnë. Se si e se qysh e tek ata e din vetë, ta gjejnë vetë mënyrën ta bëjnë. Besoj unë, kështu duhet. Sepse ata njerëz atje vinë handajak për kauzat opozitare, sigurisht për veten e vet, se çdo njeri që del në protestë del për veten e vet, nuk del për opozitën, por ka një përgjegjësi morale, domethënë që ata njerëz janë opozitar, po hahen dhëm për dhëm me një pushtet rrugaçëror, kështu që edhe një farë shpagimi duhet. Tani vim te një gjë shumë interesante që kishte bërë kjo gorja e Roskovecit, Zeqineja, që publikui foto zemra ime është shpirti im, se çai thoshte Klevis Balliut, që i kishen hedh spray, kujtun kush e mante për krah është Bilind Kolliçi, një neveri e papar, një fliqësi e papar nga një ligjvënëse, që paguhet nga taksat tona ajo, edhe del bosi gore, mirë se bosi gore në parlament, që është e neveritshme, po del edhe bën postime ordinere, postime të fliqura në rrjetet sociale në një moment kritik. Pra njerëzit ishin duke u rraf, këto përfaqësuesit e opozitës ishin nëpër spitale, me tjegje nga gazi e kujtun me gjitha, këta nxjerrin një paçavure, ato me siguri asaj i ka thënë Belinda që reago se ta ulanti. Dohën të fundit njëri që i vjen radha të bëjnë reagime të tilla në Facebook gjatë një proteste të opozitës, është kjo gorja. Ky turpi i parlamentit është qershia mbi tort e turpit të parlamentit të Shqipërisë. Një skandal që Antile thuj, kujtun, të paktën bëj një deklarat për le ta bënte spekulative përdori dhunë opozita, kujtun gjitha mëra, po mos u bëj ordinere. Dohën megjithatë, ajo e ka zgjedhur atë rol me dëshirë, se siç duket prandaj ja la dikush tjetër mandatin, sepse ka pranuar të bëjnë rolin e ordineres dhe jo rolin e deputetes. Kështu që por që ishte e neveritshme, domethënë që i lloj sigurisht shkojen jargët nga kënaqësia që po rrifeshin shqiptarët, edhe njerëz janë shqiptarë dhe ata, shoqja Zeqine. Dhe një koment tjetër që kam pa i fenomen çuditshëm sot. Kishte po Basir Çollaku një tip denoncimi, po pa përmend as emra, as gjë fare, që gjoja në një institucion publik në jug të Shqipërisë ishte infektuar kryetari me SIDA, i kishte rënë SIDA gjithë 17-18 punojësve. Unë nuk e di sa i saktë është lajmi, shpresoj të mos jetë i saktë, pra të mos jetë i saktë fare si lajm, le të ketë gabu kushdo që e ka hedhur në rrjetet sociale këtë. Por gjëja interesante se si ishte ky lajm, gjëja interesante se pash kishte edhe nga këta që janë të majt, për shembull kishte bë Blendi Mane një postim, edhe thoshte që këtë gjë Bashkisë Gjorkasër t'i qeka i Flamur Golemit ja ka bë është hakmarrje nga Tërmet Peçi. Është ç'a bëjnë me njërin tjetrin. Gjoja që nga bë ky xheloz, ky Flamur Golemi që ka bë xheloz kur Tërmeti iku nga deputetët, nga kryetar bashkie dhe kaloi u bë deputet, edhe i pas kasaj një skandal seksual Tërmetit që doli që thoshin e kanë kap me punojëse të bashkie tjetër çfarë si ka, doli ajo bë skandal i madh. Sigurisht te e majta sa më shumë të kesh skandale seksuale, aq më shumë vota merr, se është parti progresiste ajo dhe i ka qef këto gjëra. Këto lloj tipash edhe Tërmeti mori gjithë ato vota e kaloi. Dhe gjoja thot ky tani që
thoshte ky që këtë gjë ju kthy mbrapsh flamurit. Tani se sa të vërteta, e thoshte ai që nuk ka smundje, do ka probleme me mëlçi, nuk e di punët e veta. Shqyr Zotit, inshallah s'ka asgjë ai flamuri, golemi. Po ishte idiotësi reagimi i Bashkisë Gjirokastrës, e cila thoshte, po përhapni panik. Të thush, unë nuk e di se mund të ketë qenë dhe idiota që e ka shkruar reagimin dhe s'din se për çfarë po shkruajnë e për çfarë po flasin, po të thush që po përhap panik, do të thotë që ajo gjëja është bë aty bëhet ajo gjëja në atë institucion, po thjesht nuk ka sit. Por kjo është e tmerrshme. Si po përhapet? Çfarë paniku po përhapet? Nuk është gjë e re. Është gjë që ndodh në këto institucionet i moraliteti, në institucionet e rilindjes, qoftë në ato vendore, qoftë në institucionet qendrore, në çdo drejtori, pothuajse në pjesën më të madhe të këtyre që nga zyrat e qendrore të këtyre këtu lart, është një fenomen që gumzhin gjithandej. As kam prova, as pa akuzoj njeri, as ashu fare. Por, ka shumë njerëz që thonë që ka imoralitet të frikshëm në institucionet publike, në institucionet që mbahen me taksat e shqiptarëve. Nuk do t'ja përmend emrin, po më ka thënë një shoku im, po për një bashki të vogël në Shqipëri të mesme, para ca ditësh isha duke pi kafe me atë dhe po flisim për bashkinë, për atë kryetarin e bashkisë, është i majti një si tip derri aty një bashkie të vogël. Edhe i thash, "Hamo ç'a bëhet si shkon kjo bashkia?" Tha, "Është mizerje", tha. Kanë frikë njerëzit, tha, të fusin një gruan, motrën, kushërirën, fëmijën, vajzën, ta fusin punë, se vetë kryetari i bashkisë dele bo lau gjithë ditën nëpër tavolina me shokët, këtë e kam ka punë, këto e kam ka punë, këto e kam ka punë, si Don Juan. Pra është si derë, ndoshta vjen dita në ditë që mund ta themi dhe këtë, por kështu funksionon nëpër qytetet vogla, domethënë një pisllik, një fllihësi e neveritshme. Edhe këtë e kam shumë të vërtet, sepse është i person që jeton aty në atë qytet, e njeh qytetin shumë mirë dhe di shumë mirë çfarë flitet nëpër tavolina. Edhe sigurisht nuk ngënjen se është miku im shumë i mirë. Pra, kjo është një gjë shumë e frikshme për masa që ka marrë lajmi që u përhap. Unë vetë kam lexuar nga Basiri s'kishte përmend, ishte korrekt, s'kishte përmend as emër institucioni, as emër njeriu, as fare. Kanë dalë vetë atë majtët pastaj me luftën e brendshme, e kanë shpërnda, i kanë vu adres lajmit, për luftën e tyre të brendshme, për qëllimet brendshme që bëjnë luftët e veta, dhe çuditërisht del bashkia dhe bën namit me një reagim që është i panevojshëm dhe ishte i pa logjikshëm. Kjo në fakt nuk duhet flitet fare, nuk duhet bëhej as temë, por me këto rrjete sociale, me informacioni që qarkullon kështu, unë për shembull kam pas ditë që dje këtë se ku ishte, as pata shkruajt as i gjë fare. Sot kam shkruajt, me që pashin rrjetet sociale ishin shkruajt edhe më shumë kam bë shaka, humor se sa e kam marrë seriozisht këtë temë dhe thjesht mu duk e neveritshme, jo e neveritshme, po them si temë publike mu duk, si diskutim publik mu duk e neveritshme, kurse skandaloz, i çal edhe i ordiner mu duk fare komplet reagimi i bashkisë. Nuk mund të reagoj një bashki ashtu. Që thot po përhapni panik, si po përhapni panik, që do të thot po përhapni panik. Dohën veni të paktën në njerëzit që shkruajnë deklarata publike, zgjidhni profesional, zgjidhni njerëz që kanë trup, majeni një njeri profesional në punë, se ju nderon vetë juve. Pra kjo është
historia, jo se nuk ndodh, thash edhe njëherë, kam shumë indicje, kam shumë informacione që thonë edhe si që thash, ma ka treguar shoku im, jo më larg se 2-3 javë, vetë kryetari i bashkisë del në për kafe, del në për kështu si vagabond, dhe për punojësit e veta që merren në bashki, e kam zënë unë këtë, e kam zënë unë këto si maskara. Mund të vinë dita, thash, që unë t'ja përmend edhe emrin këtij, po thjesht po pres të marr 2-3 informacione tjera, dhe këta duhen demasku këta. Si njëri që shkon me punu në institucion shtetëror, shkon për të bë punë për të kryer detyrën e shtetit, jo për të bë pisliqe aty. Shihni çfarë shteti keni përballë, shihni çfarë diskutimesh bëjnë këta, shihni çfarë diskutimesh bëhen për këta, vjedhje, imoralitet, arrogancë, dajak, dhunë, dhe prap ka laro që dalin në për media apo në rrjetet sociale edhe mbrojnë akoma rilindjen, bëjnë fajtore opozitën. Pra në gjithë këtë situatë, dhunë, imoraliteti, vjedhje, pra është një situatë dekadence, si në rastet e perandorive që fillon e qelbet gjithçka, vjen qelbi deri në gryk, edhe ne sot ashtu jemi. Në këtë situatë nuk ka rëndësi dorëzohet kjo qeveri apo s'dorëzohet, kjo mund të shkojnë edhe deri në fund mandatit, nuk ka asnjë problem fare. Po kjo nuk e zhbën qenit e një qeverie të pist, qenit e një qeverie të fëlliqur. Aq sa edhe elementët e brendshëm të saj, si Elisa Spiropali, e ka kuptu tani, është zgju tani që kjo është qeveri mafioze, që po thej fjalë kundër Edi Ramës të turren tatimet mrapa bizneseve të njerëzve të familjes. Po du të flasësh në kohë, jo kur të vinë turren ty, Elisa. Kështu kjo punë, vazhdojmë, to tema do t'i diskutojmë natë për natë, ngjarjet e ditës natë për natë. Njëherë live, njëherë kështu, bëjeni subscribe kanalit, abonohu, edhe dëgjohemi.